Në kuadër të festave të 7 dhe 8 marsit, Qendra Kulturore e Fëmijëve në qytetin e Fusharzit organizoi një veprimtari kulturore për nder të mësuesve dhe nënave. Interpretimet kushtuar mësuesit dhe nënës, si dhe këngët me të njëjtin motiv, kërshetuar me valle dhe numra të tjerë artistik, kanë karakterizuar këtë veprimtari për nder të dytatave të shënuara kushtuar mësuesit dhe nënës. Nxënësit përfaqësues të shkollave në qytetin e Fusharzit, ato të Kryeziut dhe i Ballës sollën përpara të pranishmeve rrugën nëpër të cilën kaluan shkollat ku ata mësojnë, ndërsa në vëmendje u sollën mësuesit e parë të këtyre shkollave. I pranishëm në këtë veprimtari kreu i arsimit Nikolin Prenga përcolli urimet e tij për të gjithë mësuesit. Unë si drejtori i zyrës arsimore në veçanti inkurajoj dhe falenderoj për përkushtimin, për iniciativen që kanë marrë për të vazhduar punën si mësues të gjithë mësuesit e ri. Dhe u bëj një apel që në vazhdimin e punës së mirë të kolegëve mësues që sot ata kanë në shkolla, të ndjekun një shembull pozitiv të tyre, të investohen maksimalisht në të mirë dhe për perspektivën e këtyre fëmijëve të mrekullueshëm, që nga ana ime personalisht i përgëzoj dhe i falenderoj për gjithë të larmi që sot sillin para nesh. Sillin nga ana tjetër, ju siguroj që drejtoria e zyrës arsimore e Fusharzit të jetë gjithkohë në mbështetje të gjithë aktivitetet të tyre në të mirë për të rritur shpresën, për të përgatitur brezat e përgatitur që të ardhmen pukat dhe pukjanë mos u mungoj as njerëz të ditur, as njerëz dinjitoz dhe intelektualët e arshëm janë këta fëmijë që me gjithë shpirt urojnë marrësi e suksese. Një vlerësim të veçantë në këtë 7 mars shkon edhe për prindërit. Pjesa më vitale e punës së mësuesit. Pa prindrit, pa këta fëmijë ne jemi njerëz që vështriku të na ndjek. Dhe shpresoj dhe kam besim që bashkë me prindrit, bashkë me përkushtimin e gjithë trupës pedagogjike, ne do bëjmë gjëra të mira, gjëra pozitive, rezultate të prekshme dhe do jemi më dinjitoz në të ardhmen. Vlerësim të veçantë kam për gjithë drejtuesit e institucioneve arsimore të rrethit Fusharzit. Ju uroj suksese marrësia atyre që kanë filluar punën si drejtues institucionesh, si dhe inkurajoj e mbështes pafund të gjithë ata që vazhdojnë të japin kontribut si drejtues dhe që kanë vlera, kanë kontribut dhe kanë rezultate. Ju falenderoj të gjithëve, mësuesve, shëndet dhe mbarësi dhe me këtë rast me që jemi në pragën e 8 marsit gjithë nenave, motër dhe grave, shëndet, lumturi, harmoni dhe gjithë mirë. Gjatë kësaj veprimtarie u nderua dhe mësuesit më të vjetër, ndër të cilët dhe mësuesja Gjuliana Matoshi, tashmë në pension, e cila ishte e pranishme në këtë veprimtari. Veprimtaritë e organizuar në kuadër të 7 dhe 8 marsit kanë vijuar përgjatë në mjediset e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, ku ishte hapur dhe ekspozita kushtuar këtyre festave përgatitur nga vetë nxënësit aktivistë të QKF-së Fusharzit.